Sot kemi kënaqësinë ta kemi në studio Adelina Palojën, e cila është soprano, mirë se erdhe. Mirë se gjeta, Edua Shënora. Si po të gjen këto ditë të verës, Adelin? Me çfarë angazhime? Pak sa duke punu me prova të ndryshme, kështu që i mbaj ushtrimet e mia sistematike, po natyrisht duke mundu me gjetë pak kohë edhe për familjen. Po, sigurisht. A është vështirë me mbajt një balans mes punës edhe familjes? Nuk është më e lehta e mundshme, natyrisht për shkak të agjendës së ngjeshur shpesh herë që i kemi, por është e pa kompromis që së paku vikendet, nëse nuk kam ndonjë koncert ose angazhim që duhet me patjetër me qenë, së paku patjetër vikendet i kam dedikuar vetëse për familjen. Po ndalemi pak te koncertet e fundit, ku ke marrë pjesë, sa angazhime ke pas? Po, për qatë vitit fundit, do më thonë nëse flasim këtë vitin e fundit, do të thotë kam qenë mjaftueshëm me angazhime të shumta. Vitin e fundit nga vera kaluar deri në këtë verë, do më thonë kam qenë në koncerte në për vende të ndryshme, në qoftë se më kujtohen tash të gjithat, si në Japoni ta zëm, pastaj në Poloni, në Varshavë, pastaj në Itali kam qenë, në Spanjë, në Madrid, në Itali në për disa pjesë të ndryshme duke përfshirë edhe Horën e Arbrezhve ta zëm që ka qenë një koncert interesant për mu. Koncertet e ndryshme këtu që i kam pas edhe me Operën e Kosovës në Teatrin e Operës ta zëm në Shkup, edhe angazhimet e tjera kështu që janë theme në kalendarin tim artistik. Adelin, ne të përcjellim gjatë gjithë kohës dhe gjithmonë shkëlqen në paraqitjet tuaja. Na trego çfarë ndjenjë është me përfaqësu Kosovën në vende të tjera? Faleminderit Nora për fjalët e mira. Përveç se ti paraqitesh si artiste, duke qenë se ne jemi shtet i vogël, me një numër krahasuar me shtetet e tjera, natyrisht se është dukshëm më i ngushtë, themi kështu, me numër nëse e llogarisim, por duhet të themi që nga këtu dalin shumë emra, shumë individ kontribut dhënës për shoqërinë jo vetëm kosovare, por edhe përtej, andaj ne historikisht edhe duke e ditur edhe historinë tonë, se nëpër çka kemi kaluar për të qenë shtet, konsideroj se sikur na vjen një farë lloj ndjenje që edhe më shumë të mundohemi që t'ja zbardhim fytyrën Kosovës, dhe në këtë plan natyrisht se përveç përgjegjësisë profesionale që kam, mundohem gjithherë që ta përfaqësoj Kosovën denjësisht edhe të flitem fjalë të mira për vendin tonë. Dihet që deri këtu ku ka arrit, ka shumë punë, shumë mund. Si është të depërtoj një artist nga Kosova në skenën ndërkombëtare? Sa është e vështirë si rrugë? E vështirë është, nuk mund ta them që nuk është, sidomos për një artist që kemi zgjedhur të jetojmë në Kosovë. Natyrisht se nëse jeton jashtë, të gjitha agjendat e tua do të lidhen me shtetet e aty ku vepron, dhe nëse e shiqon si CV do të jenë të shkruara gjitha koncertet jashtë, por ne duke qenë se jetojmë këto, edhe kontakti është më i rrallë, qarqet artistike që frekuentohen pastaj ti prekësh është më e vështirë. Deri vonë kemi pasur problemin edhe të vizave, që ka qenë një problematik që nëse e mendon është një arsye krejtësisht banale, por që ka qenë prezente dhe e kemi përjetuar edhe si studentë dhe pas studimeve, edhe është e vështirë, por jam e kënaqur që kudo që jam prezantuar, ka marrë themi një vlerësim pozitiv edhe atje edhe nga kritika dhe nga publiku i pranishëm, dhe natyrisht se kjo më plotëson. Adelin, sa përgatitesh për një rol skenik? Sa kohë duhet përpara edhe a hyn në rol? Unë mendoj që hy në rol, këta më smiri pastaj vlerësojnë edhe ata të cilët janë, por gjithmonë marr fjalë të mira, besoj se janë të sinqerta, sepse unë natyrisht mundohem që ta kryj punën deri në fund, të jem deri në fund e përgjithshme në atë se çka prezantoj përpara publikut tim. Jam e bekuar të themi që lexoj që i themin anotat shumë shpejt, përvetsoj me memorie shumë shpejt, edhe ndoshta këtë ja atriboj shkollimit tim
që edhe përgatitjes ime që nuk jam vetëm një solo këngëtare, po kam të përfunduar edhe si pianiste profesioniste që kam qenë ndër vite, tash e 32 vite gati do të thotë në instrumentin e pianos. Pastaj kam marrë edhe mësime të kompozicionit, edhe gjitha këto së bashku pastaj kontribuojnë që unë ta mundem ta memorizoj, ta formuloj, ta konceptoj, më mirë me thonë, veprën, edhe ta përvetsoj që të dalë para publiku duke e mishëruar atë se çka jam duke interpretuar për atë moment. A ki ndonjë shprehi apo ndonjë ritual paraqitjes tënde në koncerte? Jo, ndoshta shprehi apo rituale, por mundohem që ta kem një regjim pak ma. Tasëm tash kur jam në ditë që nuk kam ndonjë prezantim, mundesh me pa Adelinën duke pi ndoshta ndonjë pije me akull ose ndonjë desert të ftohtë ose kështu, ndërsa në kohën kur edhe klima që pastaj e mojmë në vetur, domethënë kështu, ndërsa nëse kam koncert, mundohem që para koncerteve t'jem në mënyrë ekskluzive, duke u rujt nga viruset e ndryshme, edhe pse nuk jam e paradispozume për me u smu, që është një bekim, edhe mos me rreziku me pije të ftohta ose me gjana të tjera dhe mos me mbishfrytzu vokalin, që është shumë e rëndësishme, sepse edhe mbishfrytëzimi i vokalit e ka atë metën e vet. Si ruhet vokali? Në çfarë mënyre? Po vokali ruhet këtë që e thash, mos me mbishfrytzu, do të thotë. Edhe e folura ka rëndësi, në çfarë tonaliteti do të thotë flet si a je në regjistrin e vokalit tënd, pastaj mos me frekuentu ndoshta vende shumë të shonshme siç është jeta e natës kur ti duhesh me fol me një me një volum shumë atë ngritën. Edhe përshpëritja është shumë e keqe, sepse krijon tension në kordat vokale. Mos me përdor në sasi të tepruar alkool, që unë nuk e pi alkoolin, them, duhanin që nuk e konsumoj, kafen, as kafe nuk e pi, po jo për shkaqe të zanit, po për shkak kështu zgjedhjes time personale, që mundem edhe pa te, ose në raste shumë të rralla mundem me marrë një kafe për shkak të shoqërisë. Edhe kafja është diuretik, asaja nuk është shumë e mirë, edhe gjitha këto që i përmenda janë negative për vokalin. Edhe çka është tjetër negative është edhe këto ta zon frutat acidike, siç është limoni ose edhe domatja, besa, që krijojnë thartir, domethënë, thartina. Qëto, domethënë, një farë regjimi, posaçërisht që mbi shfrytëzimi i vokalit, po duke pas kujdes edhe tek këto gjanat e tjera. Domethënë është një lloj regjimi që e respekton. Ka ndonjë vepër që interpretimi i saj mundet me ta dëmtu vokalisht? Mu personalisht jo, për shkak që kom qenë shumë e kujdesshme përgjatë ndërtimit të karrierës time, se cilat vepra munden me mu përshtat, e cilat nuk munden me mu përshtat për atë kohë, sepse nuk është vetëm dëshira ose po m'pëlqen me këndu këta për momentin, po është atë shkon për moshën që je, a është i fahut tënd, domethënë tipit tënd të vokalit, ku dëshiron me dërgu zanin tënd, tutje mbas këtij roli apo kësaj vepre, edhe unë në këtë pikë kom qenë mjaftueshëm e kujdesshme, për ato ndoshta edhe kom rujt freskinë e vokalit edhe kam këndu vepra të përshtatshme, edhe të cilat e kanë kërku teknikën ku unë kom qenë aso kohë e ka zënë. Dhe ka shku kjo rrjedhimisht në hap me përparimin tim edhe vokal. Edhe sot nuk mendoj që ka vepër të tillë, për shkak që jam mjaftueshëm, qëndroj mirë, mund ta them pa modesti teknikisht, edhe e mbaj mbi supe çdo vepër të cilën e marr dhe e kryj punën me përpikmëri deri në fund. Kur jemi në këtë pikë, na tregon cila prej veprave që ke interpretuar ka bërë themi më ndjesh shumë krenare, ja ke arrit qëllimit aty ku ke dashur? Nuk di nëse mund ta them një vepër, për shkak që në rrethana kohore të ndryshme jam di krenare për një arsye apo për tjetrën më shumë, por mund të them ndoshta janë disa momente në jetë tas interpretimi në Paris, ku kam interpretuar në Muzeun e Armatës, aty kanë edhe mbetje nga Napoleon Bonapartës, së bashku me Filharmoninë e Kosovës, një prezantim shumë i rëndësishëm. Mandej
për shembull në Parlamentin Evropian në Strasburg, në Japoni në Expo, pastaj në teatro të rëndësishme italiane siç janë Teatro Manzoni, në Monza me orkestrën e Filharmonisë Ettore Pozzoli atje, pastaj një koncert autorial i cili ka pas në vete edhe dramë, por edhe interpretim dhe është mbajt në Itali, ku e kam personifiku Maria Callas, in arte Maria Callas. Roli i Pafikës, mandej i cili është opera jon e parë nacionale dhe besimi atij roli dhe mënyra se si pastaj ka prit publiku mua më ka kompletu shumë dhe jam krenare nëse mund ta them për vetveten në atë pikë të thotë dhe më së shumti që kur thatë mi shëron, ta zëm edhe sot dhe kësaj dite, njerëzit në rrugë më quajnë Pafika jon, edhe është një kënaqësi e veçantë. Pastaj ka edhe të tjera momente kështu interpretime që kam pas ndoshta edhe si studente edhe me profesoret atëherë që i kam pas në produksionet e mëdha, ta zëm Traviatën e kam këndu si 19 vjeçe, 20, as 20 domethënë nuk kam qenë. Edhe sot gëzohem përveç tjerash për vetveten time, gëzohem edhe për studentët e mi, kur ata arrijnë suksese dhe pashmangshëm atë sukses të përbashkët ja atriboj edhe punës tonë të përbashkët, sepse unë viteve të fundit kam përfundu një specializim në Itali, ku kam punu të them drejtën me ajkën e themi operistikës botërore, sidomos asaj italiane dhe me fokus në belkanton italiane, ka qenë akademi belkantiste them kështu dhe jam e lumtur që atë përvojë me shumë dashuri dhe përkushtim po ja u trasoj edhe studentëve të mi në Universitetin Haxhi Zeka në Fakultet të Arteve dhe tash tutje pas disa viteve pauzë rikthehem në Universitetin e Prishtinës, prap në Fakultetin e Arteve ku do të ligjeroj lëndën kryesore atë së këndimit apo të kantos. Adelin, sa është vështirë me i ndo të themi këto dy profile si interpretuese, po në njëjtën kohë dhe si profesoresh, si është puna me student, sa ka talent të rinj, edhe a mundesh me arrit me i ndo gjitha këto njohuri që i ki gjatë karrierës tënde me ta? Unë e kam pas një farë lloj afiniteti për herë që dijen mos ta mbaj për vete dhe këtë e kam pas edhe si e vogël ndoshta në shkollë, në fakultet kur jam mundu ndoshta me ndihmu dhe dikujt, siç kam qenë edhe e hapun që edhe të tjerët me ndihmu mua. Dhe sot asaj dite jam e hapur që të mësoj, të marr ndoshta të tjera perspektiva edhe mandej pranoj këshillat, mandej e analizoj a ja vlen apo jo, por jam e hapur që të pranoj sa më shumë ide, mendime edhe të hapësh horizonte të reja. Edhe në këtë pikë me studentët e mi e kam pas këtë, domethënë, afinitetin, ndjesinë që t'ja u kaloj atë se çka unë kam ditë, edhe se çka tek e fundit përvoja apo shkolla e jetës më ka mësu, sa është edhe shumë e rëndësishme. Përvoja edhe ajo se çka kalon deri këtu. Ka student shumë të mirë, ka student cilët janë të hapur të mësojnë, por unë gjithmonë kërkoj edhe më shumë, domethënë. Kam dëshirë që studentët të jenë më kërkues. Të mos vetë kënaqen me një numër të konsiderueshëm veprave, i mësova 2, 3, 4, 5 ato numra tek e fundit, po të mësojnë më shumë principet e të punuarit. Mënyrat se si, domethënë, përgatitesh ti në shumë fusha të jetës, të themi, dhe pastaj ato i inkorporon në interpretimin tënd vokal, i cili duhet të jetë vetëm një nga mënyrat se ti e shpreh muzikalitetin dhe botën tënde, do thotë. Dhe janë shumë faktorë të cilët e plotësojnë këtë në fund që ti del ndoshta dhe me pak minuta në skenë do ta bësh diferencën. Kanë më shumë mundësi të rinjt në ditët e sotme se sa në kohën kur ju keni filluar? Absolutisht. A i shfrytëzojnë? Aty po them, ka që shfrytëzojnë, por ka edhe që janë pak më pasiv. E kam thënë edhe një ditë që nuk di nëse do të marr kritika apo si do të jem pikat se si njerëz të shohin, por do ta them dhe atë zëshëm që presin
rezultatin edhe suksesin me njëherë, do të thotë. Nuk e kanë ma durimin që na e kemi pas, pasionin që na e kemi pas. Për shembull, nuk e kam ditën e çfarë do të punoj, sa do të paguhem, ku do të shkoj tutje, por e kam ditë që nuk do t'i ndahem muzikës. Dhe muzika është bashkëpunëtorja ime në jetë. Dhe pastaj këto të mirat e tjera do të vinë në mënyrë të patjetërsueshme nëse ti nuk dorëzohesh, punon edhe je konsistente në dëshirat edhe në kërkesat e tua. Kam ndrojen që po kërkohet rezultati më shpejt, dhe më thonë, punë ma pak, por rezultatet më të shpejta, dhe ato nuk përkojnë. Edhe nëse është një sukses i shpejt, edhe do të rëzohet shpejt. Do të thotë, si artist nevojitet kohë që të ndërtohesh në muziktar të mirëfillt. Ku e keni gjetur motivin për të vazhduar këtë rrugë? Kush ju ka inspiruar? Çfarë pyetje e mirë. Mu më inspiron përditshmëria, them drejtën. Ndoshta ndonjëherë si motiv ka qenë edhe vetë familja, mundi i tyre që kanë bërë ndaj meje. Mënyra se si unë tash duhet që t'ja u shpërblej ndoshta një ditë, por pashmangshëm kësaj jam inspiru nga, them, edhe gjërat e vogla në jetë, më thonë. Edhe në interpretimet e mia. Ndoshta për ata edhe mund të them që dallohem pak më tepër për nga ana emocionale se çka jap, domethënë ndikohem nga shpesh herë, ndoshta marr mësim edhe nga jetët e të tjerëve, nga momentet e tjerëve, nga arti në përgjithësi, nga letërsia, nga një pikturë e mirë, nga një rast i cili ndoshta nuk është me përfundim të mirë, por ka ndodhur sepse edhe këto janë pjesë të jetës, edhe aty e gjej domethënë motivin, edhe mundohem që këto ngjyra që unë i marr në përditshmërinë time nga situata të ndryshme që ndodhen në jetë, mundohem që ato ngjyra t'i qes diku në interpretimet e mia. Është një emocion pak më të hidhur që e kam marr, vjen në shprehje tek një vepër tjetër, apo një gëzim i pashmangshëm që i kemi kalu tek një vepër tjetër, por impresionohem nga përditshmëria. Ndonjëherë edhe nga shpesh herë madje nga vetë natyra, nga rrjedha e jetës. Prandaj edhe në veprat ku ti interpreton i marrim si të vërteta. Viteve të fundit kemi parë edhe publikun i cili me të vërtetë në numër është shumë i madh në përsjelljen e operave të ndryshme. Si ju duket, sa është arritur një vetëdijsim i qytetarëve? Është një dukuri shumë pozitive, sepse përderisa ndoshta në shtetet e tjera është duke ardhur në shprehje mungesa e publikut apo nga një numër i madh, sepse ato janë shtete natyrisht me traditë, përderisa ndoshta është në ulje, tek ne është natyrisht në ngritje dhe madje një publik mund ta them kualitativ, i cili po din edhe po e njeh të mirën, edhe dita ditës po kultivohet shija e mirë. Dhe kjo është shumë pozitive. Po ndalemi për fund tek planet e këtij viti. Deri në fund vitit, cilat janë objektivat që e ke vënë vetës? Deri në fund të vitit, ka mjaft plane, do të thotë. Kështu tani jemi në gusht, gushtin do ta kem ma tepër për pushimin tim. Besoj të meritum nga një agjendë ngjeshur që e kam pas. Në shtator do të vazhdoj, siç thash, me fakultetin e arteve në Prishtinë, do të fillojmë ligjëratat, pastaj në tetor edhe në Pej. Përgjatë kësaj kohe do t'i kem provat për disa koncerte të tjera dhe një nga më të rëndësishmet mendoj që do t'jetë përfaqësimi i Filharmonisë së Kosovës në Poloni, ku do t'jetë atje një seri koncertesh në filharmoni të njohura të Polonisë, në disa qendrat kryesore të muzikës klasike, dhe ku do të kem fatin që të jem solistja kryesore soprano në ato koncerte, dhe kjo do t'jetë më afërt që do të ndodhë tani në tetor, e deri në përfundim të vitit, koncertet e tjera të cilat pres që t'i realizoj. Ne të urojmë shumë suksesa dhe falenderoj shumë që gjete kohë t'jesh sot pjesë e emisionit në Radio Kosovë. Faleminderit Nora e dashur, faleminderit
edhe për pyetjet që e bën atë këtë atmosferë kështu kaq të afërt të ngrohtë, edhe të përgëzoj ty për punën edhe për gjithë kontributin që e jep në Radio Televizionin e Kosovës. Kënaqësi.